Në mesin e shumë profesionistëve që ndërtojnë emrin e tyre jashtë vendit, një shqiptar po shkëlqen në Finland. Hamdi Rama është shpallur frizeri i vitit, një arritje që flet për përkushtim, talent dhe dashuri për zanatin. Në këtë intervist, a i ndan me ne emocionet, përvojën dhe rrugtimin që e solli deri te ky sukses i madh. Përshëndetje, unë jam Hamdi Rama, vin nga fshati Çavër Mitrovic. Muajin e kaluar është marrë një garë nga New Hair Store në Helsinki, ku kam arritur të zë vendin e parë në The Best Photo Awards. Në këtë garë kanë marrë pjesë shumë frizer dhe berber nga gjitha pjesët e Finlandës, ku unë jam vlerësuar nga një juri profesionale siç janë Schwarzkopf, Four Reasons dhe disa kompani tjera finlandeze. Kjo me bën të njihem shumë krenar dhe të vazhdoj edhe me tutje të punoj fort që të arrij dhe suksese të tjera, po ashtu edhe ky zanat më ka sjell shumë stabilitet dhe mundësi për zhvillimin profesional. Motivimin gjithmonë e gjej nga dashuria që kam për këtë zanat dhe që e bëj me plot mend dhe përkushtim. Klient kam nga gjitha komësi të ndryshme, po ashtu edhe shqiptar, për krejt shqiptar që dëshirojnë të më vizitojnë, unë gjindem në New Hair Store Mëllin në Rajsjo. Faleminderit shumë. Historia e suksesit të Hamdiut është dëshmi se puna, pasioni dhe këmbgulja nuk njohin kufi. Ai vazhdon të frymëzoj të rinjë që të besojnë në talentin e tyre dhe të ndjekin ëndrat pa hezitim. Ky është vetëm fillimi i një rruge edhe më të ndritur për të.